Mirëmbrëma Kosovë. Mirëmbrëma bashkëdhetar e gjithë ju nga troje qytetare. Të dashur qytetar, të dashur aktivist, mbështetës e miq, ju falemnderit. Ju falemnderit për mira e gra, burra që gjatë këtyre javëve, por gjatë gjithë këtyre viteve, çdo herë keni qenë bashkë dhe krahnesh. Secili aktivist që ka trokitër në secilin derë, të secili vullnetar që ka dhënë kohë nga jeta e tij, e të secili qytetar që na ka mbështetur me fjalë, me besim dhe përkushtim, ju falemnderit. Falemnderit se me besim e përkushtim në përpjekje të përbashkëta, në betejë të përbashkëta dhe me bindjen e fortë të përbashkët se ne punojmë bashkë vendin tonë pa u ndalë. Gjatë kësaj fushate kemi takuar shumë qytetarë në çdo lagje të kryeqytetit e në çdo cep të Kosovës. Qytetarë që nuk kërkojnë privilegje, po kërkojnë drejtësi. Qytetarë që nuk kërkojnë premtime boshe, por kërkojnë punë. Që nuk kërkojnë fjalë të mëdha, por rezultate të prekshme. Dhe kjo energji sonte, jo rastisht, nuk është thjesht vetësia e një tubimi. Kjo është energjia e një qytetarie që beson në demokraci, që beson në shtetin e së drejtës, që beson në të ardhmen e Republikës sonë, që beson në lëvizjen tonë dhe në kryeministrin tonë Albin Kurti. Nesër me 7 qershor. Nesër është dita kur ky besim shndrohet në vendim. Prandaj ju ftoj që në këto orët e fundit të bëjmë edhe përpjekjen e fundit. Të flasim me secilin qytetar me cilin akoma nuk kemi folur. Sepse fitoret e mëdha nuk ndërtohen nga spektatorët, ato ndërtohen nga qytetarët që marrin pjesë, nga qytetarët që besojnë, nga qytetarët që punojnë, e mbi gjitha nga qytetarët që veprojnë. Falemnderit Prishtinë, falemnderit Kosovë e ju bashkëdhetar të dashur, falemnderit për besimin, për dignitetin dhe për forcën që i keni dhënë kësaj rruge. Le të ecim edhe një hap para bashkë me Albin Kurtin e krye. Ti qesim pikën deri në fitoren e madhe, krejt për shtet, shtet për krejt, e tash ai që bëri krejt për shtet, që po na prin me punë, me dignitet dhe pa pushtim, kryeministri jon Albin